Mirëdita të dashur qytetarë dhe qytetare që ndiqni këtë bisedë timen me ju në rrjetet sociale çdo javë. Së pari ju përshtes përzemërsisht dhe dëshoj të theksoj se këtë javë në të larta se sa temperaturat e këtij gushti kanë qenë temperaturat e pakënaqësisë së madhe ndaj Edi Ramës, padrinos së Shqipërisë dhe organizatës tij kriminale që quhet qeveri. Krahas protestës më të fuqishme në 35 vitet e fundit të 10 mijëra qytetarëve dhe trive në rrugët e Tiranës, prej 15-20 ditësh në një seri qytetesh të vendit, qytetarët protestojnë kundër zhdukjes arbitrare, tiranike të bashkive të tyre nga njeriu që don të fusë në plën të dorës të gjithë Shqipërinë. Njeriu që kërkon të vendos një centralizëm të tillë në këtë vend që nuk ka ekzistuar as në kulmin e diktaturës komuniste. Njeriu që po përdor reformën territoriale jo për ripopullimin e Shqipërisë dhe afrimin e shërbimeve me qytetarin, por përkundazi për popullimin e Shqipërisë, largimin e shërbimeve nga qytetarët dhe indirekt dëbimin e tyre të butë nga Shqipëria. Temperaturat e pakënaqësisë ndaj padrinos dhe qeverisë së tij shprehen kudo, por krahas këtyre ka patur dhe shfaqje shumë të rënda, dëshmi të mjediseve kriminale që janë krijuar në këtë vend si pasojë e mungesës së shtetit ligjor, zëvendësimit të tij me narkoshtetin. Përveç ngjarjes tragjike, e them dhe njëherë, të vrasjes shtetërore të 20-vjeçarit portugez që erdhi të kalonte pushimet në Ksamil dhe kthehet në familjen e tij në Arkivol. E them shtetërore sepse ishin 3 uniforma policie, të cilat në vend që të mbronin turistin, të mbronin 20-vjeçarin, morën anën e vrasit, fshehen krimin, duke dëshmuar se rojet e sigurisë në lokalet tona janë pjesë në tërësi, jo të gjitha sigurisht, e krimit të organizuar, i cili kontrollon jetën ekonomike të vendit. Por të mërësisht shqetësuese ishte ngjarja në kombinat, ku sipas policisë 10 adoleshent kishin mprehur thikat, revolet për një përleshje e cila do kishte marrë për masat e një masakre. Natyrisht, parandalimi i saj meriton dhe ka vlerësim.
por fakti që në Shqipëri janë krijuar mjedise të tilla, ku të inkriminuara, ku mund të ndodhin përleshje me armë të ftohta dhe armë zjarri midis 10 qytetarëve njëkohësisht të ftuar në këto përleshje, dëshmon dhe njerë shkallën e lartë të inkriminimit, të sundimit të krimit në këtë vend. De facto, Shqipëria dominohet tërësisht nga krimi. Kësaj situate i përgjigjet me cinizëm ekstrem përgjegjësi më kryesor Edi Rama, i cili vazhdoi pushimet dhe do ta denoj dhe njerë këtu, arrestoi gazetarin në detyrë, Arjan Konomin, një publicist dhe gazetar guzimtar, për fajin e tij të vetëm, se guxoi të shtroj pyetjen: a do gjobis policia rojet e tij që parkuan në kundërshtim me ligjin? Dhe këtë akt, këtë pyetje, Edi Rama e mori si një fyrje tram ndaj të shoqes, sepse ajo ishte aty në Tovolin. E vërteta është që edhe aty tregoi arrogancën e papërmbajtur të tij. Tregoi urrëtin që ka ndaj mediave dhe urdhroi ta marrin nga lokali gazetarin, sepse ashtu ai shionte më mirë kafen. Edhe këtë akt e kam dënuar dhe dënoj me forcën më të madhe. Ju falenderoj dhe jam i hapur për çdo pyetje. Muhamet Uraj, rasti vrasjes së turistit tregoi se resortet luksoze janë në dorë të krimit. A do kërkoni që bizneset e ndershme që nuk pastrojnë para t'u propozojnë një nismë për të luftuar konkurrencën e pandershme që u sjell paraja e krimit? Agjensi kombëtare posaçme për të gjitha objektet të ndërtuara me larje parash konfiskohen. Vetëm goditja me zero tolerancë krimit të organizuar është përgjigja më mirë për garantimin e jetës turistëve dhe të shqiptarëve në Shqipëri. Zero tolerancë ndaj krimit të organizuar. Zjarret që po bien kudo ka zëra se kanë të bëjnë me paketën e maleve. Thua të shkoj deri në atë pikë një qeveri sa t'i vërë zjarrin vendit për interesa meskine? Faleminderit. Do më falni, po kjo është organizat kriminale, nuk është qeveri. Dhe ju garantoj se në funksion të politikave të saj të diktuara nga organizatat kriminale është aftë të normal çdo akt. Dhe aty ku ka zë, nuk është pa gjë, thot populli. Nuk është pa gjë. Arkir Hasani, doktor, ç'mendim keni për ambasadorin e ri amerikan dhe kur keni vendosur të bëni një udhtim në Shtetet Bashkuara të Amerikës? Me ato që unë kam lexuar, kam mendim shumë pozitiv. Një njeri me një eksperiencë të gjerë. Pra, mendimi im është tërësisht pozitiv. Natyrisht, siç kam thënë, unë do shkoj në Shtetet Bashkuara më së shumti me rast të ndonjë konference dhe do i njoftoj. Eda Gremi, Dr. Berisha, cili është qëndrimi i Partisë Demokratike për projektin e Edi Ramës për krijimin e një shteti sovran Bektashi brenda territorit të Tiranës?
A e konsideron Partia Demokratike këtë një çështje që prek sovranitetin dhe kushtetutën e Republikës së Shqipërisë dhe nëse ky projekt do të çohet përpara, cilat do të jenë hapat konkret opozitës për ta kundërshtuar? Sa shumë po abuzohet me qëndrimin apo mos reagimin e Partisë Demokratike? Faleminderit Eda. Partia Demokratike ka reaguar fuqimisht. Cili do që është interesuar për reagimet e Partisë Demokratike, i sugjeroj t'ju referohet deklaratave të mia, kam qenë në arrest shtëpie, kur unë kam ngritur zërin kundër tij dhe do të ketë qenë janari vitit 2024. Të njëjtin reagim dhe të fortë unë kam bërë në 2020, Partia Demokratike ka bërë në 2025. Dhe në bindjen time më të thellë, ky është një akt në radhë parë kundër bektashizmit shqiptar, i cili ka qenë dhe është një shtyllë e vërtet e adetarisë. Bektashi ishin frasherlit, themeluesit e doktrinës së shqiptarsisë. Bektashit ishin rezistentët e pamposhtur ndaj pushtimeve dhe diktaturës. Ata kanë gjakun e tyre, besimin e tyre, kontributin e tyre në Shqipërinë e pavarur shtet sovran. Dhe s'kan kërkuar kurrë, s'kan luftuar kurrë për një shtet bektashis. Ata kanë frymëzuar unitetin kombëtar. Dhe kjo aventurë, e cila, siç kemi deklaruar më parë, vjen kundërshtim të hapur me kushtetutën e Shqipërisë. Vjen kundërshtim të hapur me karakterin laik të shtetit shqiptar që nga themelimi i tij gjerë sot. Përpiqet të nxjisë përçarje fetare në një vend ku toleranca dhe bashkëpunimi ndërfetar është gjëja më madhështore e shpirtit të atij populli. Kërkon të krijojë dhe monedhen ED, sepse duhet tani që Ramaduro të lajë miliardat me një bank veçantë, të ashtu quajturit shtetit sovran, apo Vatikanit të dytë, duke vepruar në verbrim më të madhe historike. Cili do që njeh historinë e Vatikanit dhe njeh historinë e bektashizmit, kur nuk mund të bëjë një krahasim të tillë. Po, bektashizmi shqiptar ka patur avantazh në madh të jetë epiqendër botërore, kryegjyshata botërore. Shteti shqiptar, ndonse në Shqipëri feja është ndarë nga shteti, duhet të përmbush çdo lloj detyrimi që i rrjedh ose që mund të kontribojë në rikthimin apo rinjohjen e kreut të bektashizmit shqiptar si kryegjysh
dhe si kryegjyshat botërore. Kjo natyrisht nuk varet vetëm nga shteti shqiptar. Bektashizmi ekziston në disa shtete dhe janë dhe ato shtete të cilat duhet pajtohen që bektashit e tyre të kenë epicendrën në Shqipëri. Pra, nuk bëhet fjalë këtu, bëhet fjalë strikt për një operacion me të cilin Edi Rama don të krejt një shtet personal për parat dhe pasaportat diplomatike. Partia Demokratike ka qenë dhe është e prerë ndaj kësaj nisme antikushtetuese, anti-shqiptare, antikombëtare e tjerë me radhë. Sadiku, mendoni se shtatori do e ndezë dhe më tej frymën e protestës dhe a ekziston mundësia që zgjedhjet e përgjithshme të bëhen së bashku me ato vendore në vitin 2027? Kush ishte? Tit Sadiku. Zoti Sadiku. Mendoj që heroizmi, sakrifica e të gjitha atyre që prej 80 e sa ditësh mbajnë me guxim energji të madhe protestën kundër Edi Ramës dhe narkoregjimit të tij, duhet frymëzoj sot çdo shqiptar. Shfrytëzoj këtë rast për të bërë thirrje demokratëve të Tiranës, por dhe të mbarë Shqipërisë, por në veçanti të Tiranës. Që të shndrojnë shtatorin me pjesëmarrjen e tyre në protestën qytetare në muajin e goditjes vendimtare të regjimit anti-shqiptar, të regjimit diktatorial, autokratik, të narkoregjimit të Edi Ramës, dhe të shkojmë si një kom drejt zgjedhjeve të lira të ndershme, të realizojmë atë që realizon Kosova në mënyrë të përsëritur. Ne jemi kombi vetëm rajon së bashku me serbët që zgjedhjet i grabisin diktatorët. Le të jetë shtatori muaj që të ndahemi përfundimisht nga kjo diktaturë. Sterkaj, studentët po vinë në Tiranë dhe po zhvaten nga agjensitë imobiliare. A do të kërkoni ngrirje qirash për studentët dhe a i ftoni të bashkohen në protesta për këtë çështje? Faleminderit shumë për pyetjen. Është e domosdoshme që jo të ngrihen, por të subvencionohen qerat e studentëve. Qerat në Tiranë janë të dytat më të lartat në Europë. Janë të dytat më të lartat në Europë. Dhe janë të papërballueshme. Këto qera janë një levë për shpopullimin e Shqipërisë, sepse kur të rritë nuk gjajnë mundësi sistemimi, nuk gjajnë mundësi të ndjekin në universitetin, marrën rrugë të botës dhe së bashku me tyre ëndrrën rinore që duhet ta ndërtonin në Shqipëri për ta ndërtuar në dhëna tjera. Dhe kjo ndërhyrje është e domosdoshme. Miljana Gjonaj, po
përgatitet një masë e madhe patronazhistësh për të futur në protestat e shtatorit për të thirrur Berisha ik. Çfarë përgjigje do t'i jepnit këtyre vagabondëve? Këtyre mjeranëve, u them se thirrjet e tyre më motivojnë më shumë. Më motivojnë më shumë në betejën kundër atyre. I garantoj se nuk do ndërpritet kjo betejë gjerë në largimin e tyre nga pushteti. Dhe asgjë nuk mund të ndryshojë qëndrimin tim ndaj në mbështetje të protestës. E kam shpjeguar, e kam thënë edhe një herë. Kjo protestë nuk është thirrë nga Partia Demokratike, por nga data 3 qershor, ajo është mbështetur fuqimisht nga Partia Demokratike. Të gjitha pretendimet se Partia Demokratike do ta përçaj apo po e përçan, se Partia Demokratike po e përthith apo do e përthith, të gjitha u faktuan mashtrimet, trillimet të kundërshtarëve të Partisë Demokratike. Partia Demokratike i qëndroi janë me dhjetra, qindra dhe mijëra demokratë sipas rasteve që marrin pjesë të këtë protestë, dhe unë i përgëzoj ata, sikur përgëzoj të gjithë pjesëmarrësit. Asgjë nuk mund të pengojë ne të bashkëpunojmë me cilin do që kërkon largimin e Edi Ramës. Largimi i Edi Ramës nga pushteti është jetike për fatin e vendit, për gjendjen ekonomike të çdo shqiptari, pavarësisht nga sloganet që mund të përdorin opozita e opozicës që është vegël e qeverisë, e njohur si vegël e qeverisë, po ato nuk na pengojnë ne të japim shtetin më të fuqishëm protestës. Rejan Menalla, përshëndetje doktor, a do të dilni edhe ju në protestë? Jo, për sa kohë protestat ketë karakterin qytetar, unë gjykoj se nuk duhet të dalë. Për arsye se jemi sinqert, kjo do të kuptoj si një përpjekje për partizimin e protestës, çka unë e mbështes plotësisht si protestë rinore qytetare, dhe besoj se çdo qytetar duhet ta mbështesë të tillë. Përndryshe, ne mund të thrisim protestën tonë partjake, por në këtë protestë ndonë se deputet tanë kanë dalë dhe dalin, drejtues tjerë kanë dalë, por si qytetar. Personalisht unë nuk duhet t'i jap idenë se kjo protestë është një protestë partjake. Peter Vukman, doktor, me qëllim zgjerimin e mbështetjes popullore, a do të rishikoni pozicionin tuaj në Partinë Demokratike në lidhje me oligarkët bashkëpunëtorët kryesor të diktatorit? Mendoj se qytetarët kërkojnë pozicionim të qartë opozitës kundër oligarkëve, hajdut të pasurisë publike. Këtë fakt e tregon edhe sheshi i protestës. E tregon? Edhe sheshi i protestës. Tani, e vërteta është që Partia Demokratike është do mbetet kundër oligarkisë. Të gjitha formave të përqendrimeve. Dhe cili do mund të marrë të analizoj qëndrimet e Partisë Demokratike ndaj gjatë viteve në pushtet të saj. Kanë qenë qëndrime për pjeket fuqishme të barazisë para ligjit, të konkurencës ndershme. Dhe
ju që më pyesni, unë mund të them kaq. Në tërësi fondet tona kanë qenë të përqendruara në infrastrukturë, por nga hani i Hotit, Gjerë në Gjirokastër, nga Milot, nga Rësheni, Gjerë Morin, nga Elbasani, nga Tirana në Elbasani dhe Korç qafë Ploç, Qukës qafë Ploç, që të gjitha kanë qenë të kontraktura e ndërtuar nga kompani të huaja. Pse? Absolutisht jo se ne diskriminonim shqiptarë, por se këto kompani sillin në oferta shumë më të levërdishme dhe më të sigurta. Dhe fakti është se rrugë të ndërtuara prej tyre, në dallim nga rrugë të ndërtuara nga oligarkët, gjërë sot nuk janë shembull. Dhe po kalojnë 16 vite, 15 vite. Në një kohë kur rrugë të oligarkëve janë të gjitha të shemura, po pse? Sepse janë nda parat me qeveritarët. Jo. Ne nuk kemi qenë, nuk do jemi kur parti e oligarkëve. Për këtë të jetë shumë e qartë. Josef Berisha, përshëndetje zoti Berisha, mendoni se Rama rrëzohet vetëm me protesta? Kombinimi i formave të protestës është ndoshta i domosdoshëm për gëzimin e tij. Por Rama pa protesta qëndron në pushtet edhe 20 vjet. Edhe ai s'meriton të qëndrojë as 2 orë. Shumë i nderuar zoti Berisha, ka ardhur koha që jo vetëm demokratët të zbresin pranë selis, por që e gjithë trupa drejtuese të zbresë në çdo cep të Shqipërisë. Çfarë po bëhet me këtë hap absolutisht të rëndësishëm në këtë kohë? Të falenderoj për pyetjen. Ajo që duhet të shtoj me këtë rast është një domosdoshmëri absolute për një ndryshim të madh të Partisë Demokratike. Dhe ky ndryshim do ketë në epiqendër antarin e saj. Dita e ejtë është një ditë për partinë, një ditë e rëndësishme. Mbledhet Këshilli Kombëtar pikërisht për të përcaktuar verbitarinë dhe qëllimet e mëtejshme të Partisë Demokratike në përputhje me direktivat e kuvendit të saj. Kuvendi i saj, siç e dini, dha disa mesazhe shumë të rëndësishme. Mesazhe konkrete në ripërtritje. Dhe vërteta është pavarësisht se çfarë komentojnë, por struktura drejtuese të kësaj partie u ripërtrin më shumë se kur në historinë e saj. Duhet pranojmë se kjo ripërtritje është vetëm një hap. Vetëm një hap.
pozitiv, pa diskutim. Por potencialet hapi tjetër është që potencialet e këtij ndryshimi, e këtyre individëve, e këtyre drejtuesve, të shtrohen në vlera për Partinë Demokratike. Dhe këto shtrohen në vlera vetëm në sajet veprimit secilit prej tyre. Dhe në këtë kontekst, ju siguroj se i gjithë përqendrimi i kësaj force politike do t'jetë antari i thjesht, tek antari i thjesht. Si të komunikohet më shumë me te, më mirë me te. Si të zgjerohet hapësira e tij për kontributin e tij. Si të riportrihemi, qoftë se u riportrin forumet. Kjo do të përcillet në të gjitha nivelet. Riportritja duhet pa si një kusht i ekzistencës sot. Pra, ju siguroj se gjatë kësaj vere të nxehtë, non-stop janë bërë para përgatitje për të kaluar në këtë fazë që është komunikimi, modernizimi, organizimi i ri i Partisë Demokratike. Përshëndetje doktor, kam vënë re që kur Adriana Kalaja bën denoncime nga SPAK për Irena Gjokën, është vetëm mikrofoni syrit. Përse ndodh kjo? Mos vallë po mbrohet Irena me 7 mbiemra nga Rama dhe drejtësia e tij? Irena ka mbrojtje absolute, është simboli më i shpërftyruar, më i nxirr i sistemit të drejtësisë. Tani është folpërt edhe zakonisht, por nuk mund mos nalem të dashur miq, tu sjell në vëmendje shkallën ekstreme të keq përdorimit të saj nga padrinua dhe ushtarët e tij, mercenarët e tij. Çfarë ka ndodhur në rastin e fundit që zonja Kalaja ka denoncuar mashtrimin, shkeljen e ligjit në blerjen e tokës bujqësore të parkut të Sarajeve të Surrelit. Një park më i madh se i pallatit mbretëror. Pasi është e faktuar në të gjithë dokumenta se gjithçka është zhvilluar në kundërshtim me ligjet, zonja Kalaja e dërgoi në SPAK dhe mercenar Tedi Rams, pavarësisht se bëj fjalë për kryeministrin, bëj fjalë për të shoqen e tij. E morën dhe e dërguan në gjykatën e Tiranës. Prokurori i Tiranës edhe ai nuk e trajtonte dot. Si përfundim, pasi shkojnë gjitha shkallët me radhë, gjykatësia në Tiranë e kthej tek
skapi i partisë, skapi ku e qoj, thoni ju, tek Irena Gjoka, e cila deklaroj se nuk ekziston asnjë shkelje dhe ambylli Edi Rams dosjen. Kjo është Irena me shumë biemra, një kriminale në detyrë, që ka mashtrim kushtetues, ka mashtrim ligjor, qëndron detyrë, disa e të mashtrimeve të Altin Dumanit dhe Edi Rams. Fatmir Mirtezaj, doktor përshëndetje, protestat në Serbi i arritën qëllimit të çojnë vendin në zgjedhje dhe ikja e Vučićit duket e afërt. Mendoni se do ketë të njëjtin fat dhe argati i tij në Shqipëri dhe çfarë duhet të bëjnë më shumë shqiptarët për ta shporur këtë klik hajdutësh? Fatmir, për fat keq, zhvillimet në Serbi janë në favor të diktatorit. Pse? Sepse ai përcaktoi zgjedhjet që të kaloj nga president në kryeministër. Në aparencë, ato u diktuan nga protesta. Në thellësi janë vendimi i diktatorit se po i mbaron mandati i presidentit dhe nuk zgjidhet dot më për të zgjedhur kryeministër, dhe kjo është ai komb është i dënuar me patronin e Edi Rams apo vllain siamez të tij që quhet Aleksandar Vučić. Vitin e kaluar keni bërë një nga denoncimet më të forta në lidhje me ndërtimin dhe pastrimin e parave nga grupet kriminale në ndërtim. Si ka mundësi që SPAK nuk vepron pasi faktet ishin qartë, pastër e bukur? Kjo duhet të jetë vetmja prokurori që për fakte publike nuk hap hetim kryesisht. Për fat të keq është i kapur nga Edi Rama. Kjo është arsye shumë e thjeshtë. Është i kapur nga Edi Rama. Haziraj, nafta 220 lek, doktor, çfarë bëhet me këtë vend dhe si ka mundësi që nuk reflekton kjo qeveri? Në asnjë vend tjetër të botës nuk do të tolerohej një gjë e tillë. Nafta 220 lek është çmimi më i lartë në botë në proporcion me rrogat, por dhe nominal është një nga 8 çmimet më të larta në botë. Nafta në këto çmime ka si shkak themelor tatimin e litrës naftës nga shteti me 1.1 euro. Tatim që nuk ekziston në asnjë vend tjetër të tillë. Kosova dhe Maqedonia ka një tatim gjysmën e tatimit që ka Shqipëria, ndaj dhe nafta atje është gjithmonë 500-600 lek më lirë se në Shqipëri. Ne jemi zotuar, që dini, që në mbledhjen e parë të qeverisë Partisë Demokratike do përgjysmohet taksa mbi naftën dhe nuk do mund shitet në territorin e Shqipërisë litër nafte më shtrejt se në territorin e Kosovës dhe të Maqedonisë. Ky është zotimi ynë. Bate Ndoshaj, i nderuar zoti Berisha, përse nuk publikohen antarët e qeverisë që kanë marrë pjesë në Aruba? Pse ruhet sekreti? Çfarë fshihet pas tyre? Fshihet një bashkëpunim i turpshëm i SPAK-ut partisë me qeverinë. Fshihet zbatimi urdhrit të Edi Rams, i cili
ka nisë në Aruba jo një, po disa zyrtarë të larë, në qofë se nuk ka qenë dhe vetë, këtë nuk mund të them, nuk mund të them gjë. Dhe natyrisht, me këtë akt, Spaku dëshmon se është një vegël e partisë. Ka publikuar emrat e trafikantëve dhe shumë mirë ka bërë. Ka publikuar emrat e biznismenëve dhe shumë mirë ka bërë. Nuk ka publikuar emrat e qeveritarëve sepse nuk e lejon Edi Rama dhe konsiderojnë qeverinë të tyre janë vegël e qeverisë socialiste. Ardit Frashnishta, a jemi në kushtet e një tradhtie kombëtare me veprimet e Ramës, shkëmbimi i territoreve në Kosovë, shteti Bektashi e të tjerë, dhe a nuk mjafton kjo që ai të arrestohet menjëherë? Unë mendoj se aktet e tradhtisë të kombëtare janë disa. Janë disa. Dhe kam bindje se një ditë ai do të gjykohet një lloj si Esat Toptani nëse nuk shkon dhe merr azil politik e varroset diku krah tij në varrezat e Beogradit. Artur Aslanaj, kur do erëzojmë Edi Ramën se Bektashin s'na interesojnë, hidhu në sheshe se po tallen flamingot me popullin siç u tall Rama. Rruga është protest, mosbindje civile, protest. Po presim dhe pyetje të tjera, doktor. Të shohim për pak sekonda. Me sa duket këto ishin pyetjet për sot. Ju fanoroj me shumë respekt për pyetjet që mbët. Ju ftoj edhe njerë të mbështesni këtë protest qytetare rinore me të gjithë mundësitë dhe potencialet tuaja. Ju ftoj gjithashtu të bëjmë gjithçka për largimin e këtij regjimi i cili është regjimi që po vjedh shqiptarët më shumë se çdo regjim tjetër në histori. Qeveritarët e këtij regjimi janë qeveritarë që vlerat morale i kanë zëvendësuar me veset më të liga të njeriut, me vjedhjen dhe mashtrimin. Shteti që duhet të ekzistojë është inekzistent. 3 ditë më parë, kryeministri i vendit fqi, Mickovski, viziton Prespën, një gjë shumë normale, ku jeton një komunitet i nderuar Maqedonas. Por, në ceremoni, u ekzekutua vetëm hymni Maqedonas dhe jo himni shqiptar. Ndoqa reagimet të turpshme. Në reagimet e tij, si Rama dhe ministri, natyrisht shprehnin mos pajtimin me aktin, por mbronin autorin kryesor, kryetarin e tyre të bashkisë. Pra,
dilte se kryetari i cili në të gjithë ligjin dhe bocët protokollit ishte mikprit si zyrtari kryeministrit vendit mik, dhe shteti duhet të ishte i pranishëm për sigurin, për të gjitha, për protokollin, për çdo gjë, pavarësisht se ajo nuk ishte një vizitë zyrtare, por ardhja e një kryeministri në një aktivitet në vendin tënd përbën një. Dhe këta se si të nxirrin të pafajshëm socialistin e tyre i cili merret vetëm me tendra dhe s'ka mendje për asgjë tjetër, një lloj si Rama. Dhe njoftonin se kryetari i bashkisë kërkoi falje. Çfarë falje kërkoi kryetari i bashkisë? Kryetari i bashkisë është përgjegjësi kryesor i atij protokolli. Dhe fajna e pas ka një shoqat. Në fakt